أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندرين ذي الأذريمات إتاقوين باتم الله عز وجل صلوات وسلامات يضرب محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnikë dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famlart ka sqaruar në mënyrë të detaje obligimet që kemi ndaj Zotit, e pastaj edhe obligimet që kemi ndaj atyre që jenë bo sebeb në marë në këtë dunja. Obligimet ndaj asaj krijese nanës e cila në barti nën muaj, në barkun e saj, vështirësi pas vështirësie, vështirësi gjatë lindjes, rreziku i jetës, pas lindjes lehonia, pastaj 2 vjet gjërrënia kështu më radhë. Obligimet ndaj atij prindi që filloj me kujdes për neve që duke qenë në barkun e nanës, duke bo kontrol, pas kontrole, terapi, pas terapie, vitamin pas vitamini. Obligimi cili është zbej me të madhe në kohën bashkëkohore. Vëdësimi i trinjeve është i theksuar në çdo aspekt, fetar, shkencor, biznes, kështu më radhë. Mirë po, për kundër këtij vëdësimi prap zbehet dituria, praktika rreth obligimet madhor pas adhurimit të Allahut Azza wa Jalla është respektimi i babës edhe nanës. Ku me disa me na dhon Zoti ymë jetë, mi respektu prindrit, ndoshta s'kemi mundësi me arrit atë që kërkon Zoti me bo, mirë po s'paku mos ne anashkalu këtë obligim madhor në Islam. Njerëzit sot i japin përparësi të tjerëve krahas përparësisë prindërve, dëshirave të tjerëve krahas dëshirave të prindërve. Dhe kjo qortohet fetarisht. Dëshira e prindit mbetet e fundit si opsion. Edhe nëse ki mundësi me kry shpeshher, anashkallon njeriu nga përtasia. Fenomeni i braktisjes së prindërve, qoftë përmes shkorjes në gurbet, dikush me ose pa arsye, qoftë përmes distancimit dhe mosbanimit me të, jep me kuptu që ose nuk është kuptu drejt vlera e prindit, nëse nuk është kuptu drejt loti i prindit, mërzia ati, ose është një lloj ikje nga përgjegjësia e mbikëqyrjes së prindëve. Sikurse kemi harru që dikur kemi qenë vogël, ka sakrifikuar dikush për neve. Andaj nëse e shletojmë Kur'anin famlart, meditojmë fjalët e Zotit xhallahu ala, e shohim se çfarë rëndësie i ka dhënë Islami prindërve. Andaj Allahu ka bërë meditimin si lloj ibadeti, adhurimit të dashur tek ai dhe ibadet i kërkuar, nga se meditimi sjell vlera, qetësi dhe mirësi për besimtarin. Sikur se këta njerëz përgjithësi po i lexojnë ajetin, po i dëgjojnë, mirë po nuk po i meditojnë ato. Allahu thot në surën Muhammed: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" A nuk mendojnë ata thellë rreth Kur'anit dhe porosive kuranore? A nuk e meditojnë Kur'anin, apo zemrat e tyre janë të ndryshkura apo të drynosura, edhe nuk ka mundësi me kuptu fjalën e Allahut Azza wa Jalla. Nëse shletojmë rastin e pejgamberit e Allahut Azza wa Jall, rast emocional në surën Al-Qasas, ku Allahu flet për jetën e Musait alayhis salam. Një pjesë e madhe e kapitullave në Kur'an, do thotë e shpalosin jetën e Musait, disa në detaj e disa në fund përgjithshme. Andaj jetën e këtij pejgamberi Allahu flet në detaje që nga fillimi i jetës dhe mbarimi i jetës së tij. Jetë e mbushur me mësime interesante, me tregu shumë çka, me tregu dhe përjetimet e nënës së Musait që i ka përjetuar vështirësitë, të cilat vështirësi shpesh i përjetojnë shumë nëna tona për neve,
Mirë po megjithatë i harrojmë ato, Allah i na falt. Musa a.s. ka linjë një kohë shumë vështirë, ku besimtarët persekutoheshin nga ana e Firaunit dhe nuk ishte siguri jeta askujt, madje të gjithë meshkujt e posalindur ishin rrezik. Firauni, sundimtari asaj kohe, në kohën e Musait, për shkak të ëndrrës që e kishte pa, ëndrrës së frikshme, dhe thot mori vendim që çdo djalë që lind nga Beni Israilit, dhe thot me mbyt, nga se ai djalë që lind nën kupton me lindjen e tij përfundimi i dinastisë së Beni Israilëve. Do thot përfundon me përfundimin e udhëheqjes së Firaunit, dhe pastaj ky që ka po lind është prej do thot pasardhësit e të Jakubit a.s. i cili do ja merrte pushtetin Firaunit dhe do ta rrezikonte atë. Kështu ja komentuan në ëndrrën disa njerëz të ditur, do thot Firaunit, dhe kjo e detyroi në farforme me marrë vendim që të gjithë fëmijët e posalindur meshkuj të mbyteshin. Me kalimin e kohës normalisht kjo ka pasoja ky vendim. Numri i meshkujve nga Beni Israilit është zvogëluar më të madhe, nga se plot për tyre ishin konslëvër dhe shërbëtor Firaunit. Pastaj u ngrit alarmi, do thotë që të ndryshojë strategjia. Se filloi edhe Firauni me u paksu pushteti. Njerëzit plakeshin, vdesnin, smureshin, edhe kur mbyteshin foshnjët fëmijë, pastaj numri zvogëlohet. Edhe ndryshoi strategjia. Firauni vendosi që një vit, do thotë me i vra meshkujt e posalindur, ndërsa vitin tjetër me i lënë të lirë me jetu. Edhe në vitin e amnistisë lindi Haruni, që është vëllai i Musait a.s. Nësa në vitin tjetër kur duhet të vriteshin djemt, do thotë lindi bashkë në atë kohë Musai a.s. Sfrohu për nënën e Musait, sfrohu edhe vetë Musai si foshnjë. Dashur Allahu lindi Musa a.s. dhe nëna e tij realisht përjetoi një ankth madh, nga se e kishte shesh ta zamin, kërkua me lind bashkë në vendin kur mbriteshin fëmijët, e kapi frika, panika e madhe për fatin e djalit të saj. Edhe thatë që sigurisht kur të marrin vesh në kalim Musai kanë me e mbyt. Megjithatë Allahu azza wa jalla forcoi këtë nanë, e inspiroi dhe e frymëzoi, dhe tha Allahu azza wa jalla në surën Al-Qasas: "Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih, fa idha khifti 'alayhi fa alqihi fi al-yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayk wa ja'iluhu min al-mursalin." Dhe Allah thot, ne frymëzuam nënën e Musait, duke i thonë jepi gjia atij. Kur të friksohesh për të, hidhe në lumë dhe mos ki frikë, e as mos o piklo as pak. Sigurisht ne do ta sjellëm atë përsëri tek ti, edhe do ta bëjmë pejgamberëve tonë. Allahu azza wa jall pra e inspiroi nënën e Musait dhe i tregoi që ky fëmijë është i rëndësishëm, ky fëmijë do të ketë vlerë të posaçme në të ardhmen, edhe vepra qysh, do thotë të udhëron Allahu azza wa jall. Edhe nëna e Musait normalisht dashti, do thotë Zoti, që me pas qumsht filloi me ushqy djalin e saj me qumsht, dhe erë periudha që me qua amanetin e Zotit në vend, me vendos një ark të vogël, të cilën e lishoi në lumin Nil dhe e liri foshnjën dhe pastaj e lishoi arkën. Mirë po një ditëve harroi me lidh arkën, kështu që lumi e mori atë dhe e çoi deri tek pallati mbretëror. Dikush prej anëtarëve të familjes Firaunit e gjeti dhe e mori Musain. Kur e nona me ushqy djalin, nuk e gjeti dhe u pikëllu shumë, e kapi shqetësimi. Dhe këtë gjendje Allahu azza wa jall pra e ka përshkruar në Kur'anin, do thotë famlar. Për të arsye, Zoti xhallahu ala ka dashur na tregu që nona është shpirtërisht më e lidhur dhe më ngushtë me vladën e saj se sa baba. Dhe shpesh nënat mbesin pa gjumë, angazhohen gjatë gjithë ditës në kujdesjen e vladit, është sakrificë e madhe. Edhe normalisht edhe babai, do thotë, është i lidhur me fëmijën, kuptohet që ai bëhet sebeb që fëmia i tij mos me pas probleme me jetën përgjithësi.
Për arsye, emocionet që i kaploj dhe mërzia, shqetësimi në mësaj i japën me kuptu se sa mërziten prind për fëmijët e tyre, sa munduan ata me dhunë mundi dhe me eduku fëmijët e tyre. Mirë po këta fëmijë çuan nesër dhe i lojnë vetë edhe nuk mendojnë fort për lotët e prindërve që i braktisin fëmijët e tyre. Dhe na në përgjithësi, po flas aspektin e të folurit, njerëzit ku ti thosh njerëzve për azdimet baba, nona, do thotë ata pranojnë që loti i prindëve është i shtrejtë, s'paguhet. Mirë po problemi veç e pranojnë me fjalë, jo me praktikë. Përpara s'ka qenë te na me i lonë prind mosh, moshume, më ka qenë mod me i lonë vetë. Mirë po sot ky fenomen do thotë është i përhapur shumë mesin e njerëzve, përkundër që ekonomia do thotë është shumë do thotë e zhvilluar. Për ta kuptuar do thotë që këtë çështje jashtë shembullit të Musait ka shembull në kohën e Xhurejxhit, i cili ishte adhurues i devotshëm në kohën pas Isait alayhis salam dhe pak para ardhes së Muhamedit alayhis salam. Në atë kohë, çdo musliman e adhuronte Allahun, do thotë në vendin ku ai do thotë falej në një vend veçantë. Ebu Hurajra transmeton se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nuk kanë folur në diet përveç 3 persona, Isa i biri Meriemës, fëmia i rrëfimit të Xhurejxhit dhe një fëmijë tjetër që është përmendur në një transmetim tjetër pra. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Xhurejxhi ishte njëri devotshëm që e kishte ndërtuar një kasulle ku adhuronte Allahun azza wa jall. Një ditë ishte duke u falë nëna e tij e thirri: "O Xhurejxh", me tregu se sa ka ndikim duaja e nënës për evladën e vet dhe sa luan rol hidhrimi i prindit me evladën e vet. Para se me dalë te rrëfimi apo me vazhdu rrëfimin, pejgamberi sa ka thonë: "Ridallahu fi ridal walidain, sakhatillah fi sakhatil walidain." Razia e Zotit është razia e prindërve dhe hidhrimi i Allahut është hidhrimi i prindërve. Atëherë tha pejgamberi sa ishte duke u fal Xhurejxhi dhe nëna e tij e thirroi: "O Xhurejxh", ai tha vetë me vete: "O Zot, ati përgjigjem nënës time ta vazhdoj namazin." Ai vazhdoi më u fal. Nëna u largu. Të nësën prapë thirrë, ai prapë veproi njëjtë. Edhe pastaj nuk u përgjigj nënës, po vazhdoi namazin. Ishte duke fal nafile, nëna e tij nga hidhrimi i madh. Tha: "O Allah, mos jam me shpirtin derisa ta shoh fytyrën e prostitutave." Allah na rujt. Rali ibn Israilit në atë kohë e ka njoftë Xhurejxhi njerin më të mirë mesin e tyre. Duke u përfol emri Xhurejxhit si Badexhi, një grua e bukur që në atë kohë s'kishte grua më të bukur se ajo, dallohi. U tha atyve: "Çfarë jam marrëmendja? A muj me shti Xhurejxhin me ramën e ngrack, ta provokoj?" Ajo normalisht shkoi te Xhurejxhi, e gjeti të u falë dhe dëshiroi me provoku, por Xhurejxhi nuk e kishikon të hiç. Edhe Xhurejxhi, pasi që e po ajo që nuk po bie për provokimin e tij, atëre bariu, do thotë që ishte afër vendit ku Xhurejxhi adhuronte Allahun azza wa jall, u josh nga kjo gru, bëri me të imunitet Allahun e ujtë dhe kjo gru mbeti shtatzon. Kur e lindi fëmijën, ajo tash nga inati që mos më thonë njerëzve që kom bo procesion me bariun, po me Xhurejxhin, doli dhe tha: "Kjo është fëmija jem që ka arë si pasojë e kontaktit seksual me Xhurejxhin." Pa mendoni, çfarë asprove. Edhe populli u nevlikos, qysh ky neve po na mashtron, po shitet si Badexhi, adhurues i Zotit, ah ne po kryjm procesion. E morën nga kasulla, do thotë dhe ja shkatrun kasullën ku adhuronte Zotin, fillon me godit. Ajo habi çka u bë, pse po ka pranuar kështu me mua, ata thanë ke bojë imunitet me këtë gru dhe si rezultat ka ardhur, do thotë një fëmijë në jetë për shkak këtij kontakti. Xhurejxhi se dinte çka u ndodh, ky tha: "Ku është fëmia?" Kur ja sjollën fëmijën, Xhurejxhi tha: "Apo më lëni vesh të falë 2 rekate?" Ata thanë: "Po." Pasi i përfundoi 2 rekate, jo afro fëmijës se prekun stomak dhe pyeti: "O voglush, kush është babai yt?" Ai fëmia foshtje, që është prej fëmijëve të rrallë që ka folë 3 fëmijë, tha: "Filan Bariu." Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam:
populli u afru Xhurejxhit dhe përqafoni dhe e preknin, duke i thonë, do ta ndërtojmë dhomën që adhuronte Zotit nga ari. Ai tha jo, nuk ka nevojë nga ari, po çush ka qenë nga balta, ndërtojeni. Dhe normalisht e ka ndërtuar çush ka qenë në atë formë. E pse e zuni doja e nonës, këtë fëmijë sinqert, me kallëzu që kujdes nga lutja e prindit, se mos kur është negative. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha thalathu da'awatin la turad. Tre doa nuk kthehen mbrapa pa përgjigje. Doja prindit për evladin e vet. Dhe kjo ne me kuptu që ka vlerë të madhe respektimi i prindve në Islam, sidomos nona. Dhe kujdesi i nonës dhe përgjigja e dëshirave të nonës është para namazit vullnetar. Dhe kjo me kuptu që nëse prindrit e thrasin fëmijën gjatë namazit vullnetar, duhet me ndërprej namazin për të përgjigjur prindërve. Nëse është namaz farz normalisht, ai mund ta fal pak më shkurt, ta shkurtoj faljen e saj pa lexim gjatë, për shkak se mos respektimi i prindërve është mëkat i madh dhe sjell sprova dhe pasojat pastaj janë të mëdha. Çish ka ndodhur me Xhurejxhin, ani pse ka qenë ngjarje badëgji dhe adhuruesi i Allahut azza wa jall. Pra nëse Xhurejxhi ngon e mirë, i dha përparësi namazit vullnetar para nanës dhe për këtë u sprovu, çish ka mundësi me qenë gjendje e fëmijës që i jep përparësi kënaqësive dhe përparësive të veta të kësaj bote para dëshirave të nanës dhe babës. Allah na fal. Zotin na përmirësoj gjendjen. Sa herë për kur gjithë se plotëson dëshirën e nanës edhe babës. Allah e përmirësoj gjendjen tonë. Inshallah prindit tanë nuk ju shkon mendja me dua kundër neve, se vallai syfim i çepje. Masi Xhurejxhi për namaz e ka përjetuar këtë sprovë duat nanës, negative shkon mbetën me ne, Allah na fal. Gjithashtu rasti i nonës e Musait jep me kuptu që ankthi i saj i madh, mallëngjimi i nonës për fëmijën është shumë i madh. Thash i pandashëm. Dhe kjo jep me kuptu që qysh kena pas na nevojë me na nejt nana pranë neve, sa kemi qenë të vogël që ashtu nana ka nevojë që na të jemi pranë saj deri në momentet e vdekjes. Sidomos kur nana plakat, lodhat, ka nevojë për neve. Bashkë atë momente kur prindit ka nevojë për neve, na largohemi prej tyre për një dinar, dirhem, Allah na fal. Kuptimi i gjërave në Islam duhet të jetë më ndryshe. Do të ditë veç çka është prioritet, çka është e rëndësishme. Shkurt kemi me jetu këtë dunja, vallahi shkurt, mos lakmo pasurinë e huaj. Dhe përderisa nuk i kthejmë këto vlera, kemi me pas ndëshkime të rrepta nga Allahu azza wa jalla dhe humbje të bereqetit të jetës tonë, Allah na ruaj. Do të ditë çka është prioritare. Pasunia e prindit. Na njohim shumë njerëz që kanë sakrifikuar edhe s'u largu nga prindrit për shkak pasunisë. Andaj mos më pru punën që nana me çajt për ty dhe për mua. Mos më pru punën që nana me çajt për neve, jo nga gëzimi, nga mërzia. Sa prindë sot lutojnë, kanë hekë dhe se kanë eduku fëmijët e tyre, ata i kanë lënë vetë. Sa? Mos më pru punën nana, prindët më lutë kundër neve, nga se pasha Allahin lutit e prindërve, kur pranuan, ka mundësi mu privu fëmija përjetësish nga të mirat e kësaj bote dhe bote qëtër. Mos e mirë punën. Qaj që të ka bajt, në muj me budoa kundër teje. Namazi ka rëndësi të madhe të Zotit, këtë regullisht. Mirë po, kur namazi është vullnetar, i bëjt përparësi respekti nanës. Paramenoni sa e ka pru, Allahu ngush këtë mesele. Respektimi i prindve është porosi hynore. Dhe ka shumë argumente kuranore dhe hadithe që flasën për këtë mesele. Për të arsye Allahu tha: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Wa sadaqa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allahu ka dhënë urdhër prerë që mos më adhuroj zot tjetër përveç tij, që të sillej mirë në bashkëmirësi ndaj prindërve. Nëse ndonjërin prej tyre
au ahadihima, au kilahuma, ose të dytë i ka kaplu koha jetë aty për qenë tonde, fela taqul lahuma uff, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Mos i thuj as of, as mos u bë i brazh ndaj tyre, po i thuj atyre fjalë të mira respektuese. Pse më u thon? Nga se kënaqësia thamë e prindërve, thotë është e kënaqësia e Allahut realisht, është e kënaqësia e prindërve me fëmijën. Hidhrimi i Allahut është hidhrimi i prindërve ndaj fëmijës tyre. Dhe dikush se ka vendosur me shku jashtë vendit me jetu, i braktis prindit, me du të pas parasysh, dhe thot, kërcënimin hynor të Allahut dhe profetik, që kujdesi për prindit është një nga qeset për zgjidhjen e krizave ekonomike. Këto duhet me ditë. Respektimi dhe shërbimi ndaj prindërve nuk sjell vetëm shpërblim hynor, shpirtëror, por edhe lehtësira në jetën e kësaj bote, duke përfshirë rregullimin e çështjes së jetesës dhe furnizimit. Sa djem na njohmi që kanë refuzuar gurbetin për shkak se ka pa nonën të kajt, babën të kajt. Allahu ja ka kompenzuar. Transmetohet nga Anas ibn Malik, hadithën e Imam Muslimit në sahih se pejgamberi sa ka thonë: "Men arada an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi ajlihi." Kush dëshiron me shtu jeta, furnizimi, le të kujdese për prindin dhe le të mbajë lidhje familjare. Jeta nuk shtyhet, ke pas me tu 70-80, jo, ti bëhet bereqet. Furnizimi është njëjtë, po bereqeti shtu. Pra kujdesi për prindërit. Largon brenga tek kësaj bote dhe botës tjetër. Çfarë do të qofshin ato? Edhe rasti konkret është rasti i 3 persona që u ngunjun në një shpellë në kohën e paraorës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ata persona për shkak të duas që do të kanë bë Allahu azza jall për shkak të respektit që ka mundë prindërve, do thotë një betejë ja largoi. Do thotë një guri i ka dhënë përparësi nonës dhe babës para e vlerës vet. Respektimi i prindërve mos harrojmë ka pozitë veçantë në Islam. Edhe aspektin human njerëzor, është mos aspekti tradicional i vendit dhe shoqërisë tonë, ka qenë maharet. Shoqëria jonë ka qenë shembull në Ballkan. Por për kujdesin ndaj prindërve, kemi raste shumëta ku njerëzit fëmijët kanë braktisur gurbetin, mërgimin dhe janë kthyer në lindje me vetëm arsye me qenë sa më afër prindërve. Ndërsa sot gjenja atyre që kanë bërë këtë ndërprerje, shohim që Allahu ka begatuar me mirësi shumë, ndoshta edhe më shumë se ata që janë gurbet në kohën e sotit. Gjithashtu është edhe një rast në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një djalosh i cili ka jetuar në Yemen. Dhe ai ka dëgjuar se në Gadis në Arabi kishte shfaqur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si pejgamber. Dhe besoi atë edhe pse nuk e kishte takuar kurrë. Ky djalë digje nga mallëngjimi për të takuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë, por nanën e kishte të shtyrë në moshë dhe kishte të verbët. Dhe nuk mund të melon nanën në asnjë sekond vet. Fjala është për Uwais el-Qarnin, të cilën shumë e lavdëroi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ai u cilësum nga gjanata e dytë edhe pse jetoi në kohën e shpallës, pse? Se nuk e ka takuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe si mirësi që ai sa la nonën vet, për shkak të respektit që e kishte ndaj nonës, Allahu ja boni që çdo dua që e bën ai me buka me kabul. Pra u digj nga zemra, shpirti mallëngjimi me taku pejgamberin, ama nuk e ka lënë nonën vet. Edhe për të ka lajmëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thuhet se i dërguar Allahu çu transmetohet nga Usaid ibn Jabir, e ky nga Umar ibn al-Khattabi, thotë kam dëgjuar pejgamberin duke thënë do të vite tek ju një Uwais ibn Amir al-Qarni ose al-Qarani, me disa njerë nga Jemeni, nga Muradi e pastaj nga Karni, ka qenë të ismun nga lebroza është shëruar përveç një pjesë të vogël të trupit sa një dirhem. Ai ka nanën për të cilën kujdeset vazhdimisht për ta. Nëse ai e lut Zotin, Allah ja pranon lutjet. Edhe nëse ke mundësi me takua dhe me thonë kërko falje për ty, bëje këtë se Allahu ja pranon doan dhe lutje. Pra, pejgamberi sa me lavdroi. Dhe Omer radiallahu an, tha njeri më i mirë nga të bejnët është njeriu që e quajnë Uwais. Dhe normalisht kjo është rasti veçantë,
për të treguar që sakrifica ndaj prindërve, respektimi i prindërve jep mundësi të tilla të ardha që Allahu më ta bëj kabul doan. Andaj lutem Allahun që të na bëj të kemi vizion afatgjat, vizion të drejtë të qartë në respektimin e prindërve, nga se mirësia ndaj prindërve i kthehet njeriu këtë botë dhe botën tjetër. Spaku leçtohet kjo kujdes ku e plotësisë që ata kanë nevojë më së shumti për neve në këtë zaman. Po nëse si janë rrethanat me u kthy nga gurbeti, më kujdes për ta spaku me pagu dikend që me i këshyr për një e jo në kone pleshnis. Lu Zotin që Allah ta përmësoj gjendën në shoqërisë tonë, na fal neve që sjellni të jallon hakun prindërve sa duhet, na bëj ta kuptojmë se sa vlerë madhe kanë prindërit në Islam. Nga se razia Allahut është e razia e prindërve, edhe hidhrimi Allahut është hidhrimi i prindërve. Elus Allahun që prindërit tanë të jenë kënaqur me neve, sa të jenë gjallë. Elus Allahun na bëj të jemi të respektueshëm dhe kujdesshëm ndaj tyre. Dhe kur të desim, mos të harrojmë duat edhe lutjet, ka se kujdesi për prindërit është bereqet këtë botë dhe botën tjetër. Allahu na bëj prej të tillëve, walhamdulillahi rabbil alamin.